Një total prej 219 personash u lënduan në përleshje midis tifozëve të futbollit dhe policisë në të gjithë Francën pas fitores së Paris Saint-Germainit në finalen e Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit. 8 prej tyre ishin në gjendje serioze, tha ministri i Brendshëm Laurent Nunez. Mijëra oficerë ishin vendosur për të kufizuar trazirat që ndërpren shërbimet e autobusëve, trenave dhe hekurudhave në kryeqytetin Paris. 57 prej tyre u lënduan. Nunez tha se 780 persona ishin arrestuar për shkak të dhunës me më shumë se 450 në paraburgim. Një person u gjeti vdekur pas një aksidenti në rrugën rrethore të Parisit, për të cilën trazuesit tentuan ta bllokonin gjatë natës. Rreth 6.000 policë janë mobilizuar për paradën e fitores të dielën në vendin e ikonës Kulla Eiffel. Ministri i Brendshëm tha se forcat e sigurisë do të jenë të forta në përgjigjen e tyre.